Shumë kohë përpara se do bëjë një simbol botëror i dështimit sistematik dhe i degenerimit, Jeffrey Epstein ishte një djalë i ri që braktisi universitetin, i cili përdori një kombinim të talentit matematikor dhe mashtrimit pacip për të infiltruar në rrethet më ekskluzive të botës. Dokumentet tashmë të bëra publike skicojnë portretin e një njeriu që nuk u ngjit thjesht në shkallët sociale. Ai i hakeroi nga brenda ato. Jeta profesionale e Epstein nis në vitin 1974 në shkollën Dalton, një shkollë elitare në Manhattan për fëmijët e pasanikëve. Edhe pse kishte braktisur studimet në Cooper Union dhe New York University pa marrë një diplomë, Epstein u punësua për dhënë mësim në fizikë dhe matematikë. Qëndrimi i tij u karakterizua nga një shpërfillje kufive profesional. Ish nxënësit kujton një mësues karizmatik, por të padisiplinuar, i cili merrte pjesë në festa ku nxënësit konsumonin alkool dhe flirtonte hapur me stafin dhe nxënësit e reja. Deri në 76-ën, administrata e shkarkoi atë për performancë të dobët. Megjithatë, fati i madh që do të përcaktonte jetën e tij kishte ndodhur tashmë. Ai kishte bërë përshtypje tek prindrit e pasur të nxënësve të tij. Një takim i rastësishëm në një galeri arti me një prind të Daltonit çoi në njohjen me Alan Ace Greenberg, CEO i atëhershëm të Bear Stearns. Greenberg, i cili njihet për preferencën e tij ndaj njerëzve të varfër, të zgjuar dhe me dëshirë të madhe për t'u pasuruar, patë Epstein një talent premtues. Karriera e Epstein në Wall Street pothuajse përfundoi para se të fillonte, kur një kontroll i burimeve njerëzore zbuloi se ai kishte gënjur për diplomat e tij universitare. Kur u përball me të vërtetën, Epstein thuajse pranoi gënjeshtër me një qetësi çarmatose, duke thënë se e dinte që askush nuk do t'i jepte një shans pa kualifikime. Drejtuesi të magjepsur nga aftësia e tij në shitje dhe të mbrojtur nga statusi i tij si mik i shefit, zgjodhën të mbyllnin syt, një model ky që do të përsëritej për dekada me radhë. Në fillim të viteve 80, Epstein e rikrijoi veten si një gjatar shpërblimesh financiar, duke pretenduar se ishte specialist në rikuperimin e aseteve të humbura ose të vjedhura. Suksesi i tij më i madh erdhi duke ndihmuar familje të pasura spanjolle të rikuperonin milionat nga kolapsi i Drysdale Security. Pika kthese definitive erdhi në fund të viteve 80 kur ai takoi Leslie Wexner, miliarderin themelues të L Brands Victoria's Secrets. Wexner u bë klienti më i rëndësishëm i Epstein, duke i dhënë atij prokur të plot mbi pasurinë e tij kolosale. Kjo marrëdhënie siguroi kapitalin për ishuit privat të Epstein dhe rezidencat në Manhattan, si dhe monedhën sociale për të mbledhur miq që varionin nga presidentët tek princat. Ai ishte më pak një gjeni financiar, përfundoi një jetim i fundit dhe më shumë një mashtrues me kostum. Por abuzimet e tij seksuale me vajza të mitura që dyshohet se ka nisur që në vitet 90 do të transformonin të gjithë imazhin e ndërtuar për Jeffrey Epstein. Hetimet nuk ishin të lehta për shkak të lidhjeve të tij të merrësisht shumë të forta. U tentua në 2007, por ai ja doli vetëm me 13 muaj burg. Por çfarë përmban në të vërtetë dosja e tij dhe pse është kaq tronditse për opinionin, jo vetëm atë amerikan, por që tashmë ka përfshirë dhe figura të larta të shteteve evropiane dhe jo vetëm. Në 2019 zyrtarisht u kërkua arrestimi i Jeffrey Epstein me akuzat federale, pra sipas ligjit amerikan, për trafikim seksual të fëmijëve dhe konspiracion për të kryer trafikim seksual të fëmijëve. Akuza e propozuar dokumenton një model shumë vjeçar për rekrutimin dhe joshjen e vajzave të mitura për të përfituar në aktivitete seksuale komerciale, duke përfshirë masazhe seksualizuese dhe akte të tjera seksuale në kombim të parave, kryesisht në qytetet e Manhattanit, New Yorku dhe Palm Beach, Florida. Dyshohet se të paktën nga viti 2002 deri afërsisht në vitin 2005, Epstein zhvilloi një model sistematik të joshjes së vajzave të mitura për të përfshirë në këto akte seksuale me pagesë. Ky aktivitet u zbulua fillimisht nga hetimi federal i mëparshëm i kryer nga zyra e prokurorit Shërbaz dhe FBI në distriktin jugor të Floridas, i cili kulmoi me një marrëveshje mosndjekje penale në vitin 2007. Hetimi në New York, i nisur në fund të vitit 2018, nuk ishte i lidhur nga marrëveshja e vitit 2007 dhe përfshinte jo vetëm sjellje dhe viktimat të identifikuara më parë nga hetimi, por dhe individ që nuk ishin intervistuar gjatë hetimit paraprak, duke përfshirë viktima të shfrytëzuara vetëm në New York. Bazuar në hetimet e mëparshme dhe intervistave të viktimave në media, ekzistojnë treguese se sjellja e Epsteinit gjurmohet të paktën që nga vitet 90. Sjellja e Epsteinit u bë objekt hetimi fillimisht nga Departamenti i Policisë së Palm Beach dhe më pas nga FBI rreth vitit 2005, pas raportimeve të prindërve të një vajze të mitur që pretenduan se Epstein e kishte abuzuar. Hetimet e kohës zgjatën afërsisht 2 vjet dhe përfshinin intervista me afërsisht 35 viktima, ekzekutimin e një urdhër kërkimi në rezidencën e Epstein në Florida, analizë të detajuar të dhënave të telefonave dhe të fluturimeve. Kushtet e marrëveshjes së mosndjekjes penale të vitit 2007 kërkonin që Epstein të deklarojë fajtor në gjykatën shtetërore të Floridas për nxitje prostitucioni, gjë që u realizua në vitin 2008. Ai u dënua me 18 muaj burg, të cilët i vuajti në një strukturë ku i lejoi të dilte gjatë ditës për të punuar dhe përfundoi dënimin pas rreth 13 muajsh.
Në Florida dhe New York, struktura e shfrytëzimit funksiononte në mënyrë pothuajse identike. Epstein operonte në një skem piramidale të shfrytëzimit seksual, ku viktimat e mitura shkonin në rezidencat e tij për të dhënë masazhe erotike në kombim të pagesave prej $100. Më pas viktimat rekrutoheshin për të sjellë vajza të tjera të mitura, duke krijuar një rrjet që zgjeronte vazhdimisht bazën e abuzimit. Viktimat identifikohet se ishin rreth moshës 14 dhe 17 vjeç kur filloi abuzimi, me shumicën që rekrutoheshin rreth moshës 15 dhe 16. Disa viktima vazhduan të angazhoheshin në akte me Epsteinin edhe pas mbushjes së moshës madhore. Pagesat për vizitë varionin $200 në Florida dhe $300 në New York, të dhëna nga Epstein ose punonësit e tij, zakonisht në para të gatshme. Kjo drejtu është vetëm ana e historisë që përfshin emrin e Jeffrey Epstein, i cili në një lidhje kontroverse me Ghislaine Maxwell, e cila edhe ajo akuzohet për trafik seksual të miturave, dyshohet se ndihmonte Epsteinin për organizimin e epsheve të tij të çmendura. Historitë konspirative të hedhura në treg për vite e vite me radhë, që përfshinin emra të mëdhenj të politikës, biznesit, artit, muzikës e me radhë, tashmë duket se nuk janë më teori konspirative. Publikimi i dokumenteve të fundit gjyqësore dhe akteve të dosjeve të hetimit të Departamentit të Drejtësisë kanë ekspozuar rrjetin e jashtëzakonshëm të Jeffrey Epstein, duke përfshirë disa nga figurat më të fuqishme në botë. Edhe pse përmendja në dosje nuk do të thotë automatikisht fajsi penale, këto dokumenta dëshmojnë se si Epstein përdori pasuri dhe ndikime për t'u afruar me elitën globale. Princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar mbetet figura më e komprometuar. Dokumentet përfshin dëshmi të Joanna Sjoberg, e cila pretendon se princi e ka ngacmuar seksualisht në shtëpinë e Epstein. Ai ka mohuar gjithçka, por u detyrua të tërhiqej nga detyra mbretërore. Bill Clinton ish presidenti amerikan, emri i tij shfaqet mbi 50 herë në ato dokumente. Edhe pse nuk është akuzuar për krime, regjistrat e fluturimeve tregojnë se ai ka udhëtuar me avionin e Epstein, Lolita Express, në vende si Parisi dhe Afrika. Donald Trump, presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dosje detajon një miqësi 15 vjeçare. Dokumentet përfshin një dëshmi ku thuhet se Trump dhe Epstein kanë shkëmbyer batuta gjatë ndërveprimeve me vajza të reja në klubin Mar-a-Lago në vitet 90. Ehud Barak ish kryeministri i Izraelit. Regjistrat tregojnë se ai ka vizituar Epsteinin rregullisht në New York deri në vitin 2017. Barak ka pranuar vizita, por ka mohuar çdo dëni për aktivitetet e palishme. Bill Gates, dokumente zbuluan emailët ku Epstein dyshohet se u përpoq të kërcënonte Gates, lidhur me një lidhje jashtëmartësore të kaluar me një lojtare ruse të bridge, me qëllim që të mbante kontrollin me të. Elon Musk, në dosjet e vitit 2016 u shfaqën emailët të vitit 2012 ku Musk pyeste për festën më të çmendur në ishullin e Epstein. Musk ka deklaruar se nuk ka marrë kur pjesë në asnjë festë. Sergey Brin, bashkëthemeluesi i Google, emri i tij shfaqet në ftesa për darka dhe dëshmi të viktimave që pretendojnë se e kanë parë atë në ishullin privat të Epstein. Leslie Wexner, miliarderi pas Victoria's Secret, ishte klienti kryesor i Epstein. Dosjet tregojnë se ai i dha Epstein prokurt plot mbi pasurinë e tij, duke i mundësuar këtij të fundit stilin e jetës luksoze. Përfshirja e tyre vjen kryesisht përmes regjistrave të fluturimit, emrat e pasagjerëve në avionët private të Epstein, dëshmive të viktimave, emaileve dhe komunikimeve. Mirë, pra, siç e pam, një le të themi dokumentar i gjatë për sa i përket dosjes tashmë të famshme të Jeffrey Epstein. Një histori shumë kontroverse, një histori shumë e vështirë, ndoshta edhe për t'u zbërthyer, por ne do përpiqemi ta bëjmë sonte në Sken Krimi. Un kam të ftuar në një lidhje të drejtë për drejtë Evarist Beqirin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog, jurist, ka qenë ish drejtues në sektor të ndryshëm në shërbimin informativ të shtetit, pra në shërbimet inteligjente shqiptare, dhe besoj do përpiqemi sonte së bashku të kuptojmë më shumë se çfarë është kjo dosje e Jeffrey Epstein. Shumë faleminderit Evarist Beqiri. E vlerësoj. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Tani, çfarë është kjo dosje? Sa implikon kjo elitën botërore? Dhe kush ishte Jeffrey Epstein? Tani, patjetër që është një dosje që shkon përtej thjesht një çështje penale, sepse është një dosje që ka futur botën edhe në kriza, po themi, gjeopolitike ose në krizat e leadershipit aktual. Po të shikojmë rastin e Britanisë Madhe, ku kemi kryeministrin Starmer që është në një krizë, po themi sepse një nga njerëzit e tij të afërt ose edhe një nga drejtuesit me shumë influencë në partinë e tij, siç është Lordi Mandelson, është një nga ato personazhet që del më së shumti në këtë dosje dhe që ka pas kontakte të vazhdueshme me Epstein.
Kështu që patjetër që në këtë rast ky skandal ka marrë për masa globale dhe është një skandal pushteti, pra. Patjetër aktualisht në Britani është duke kryer edhe një investigim, një hetim ndaj këtij personaliteti, pra që është Lordi Mandelson, i cili ishte edhe ambasador në Shtetet e Bashkuara dhe rezulton që të ketë foto të tij në rrethana të jo shumë të favorshme. Pastaj bëhet fjalë për rreth 3 milion dokumente. Imagjinoni tani se sa shumë dokumente janë aty dhe se sa njerëz janë të përfshirë në këto faqe të kësaj dosje. Unë jam përpjekur vetë aty beqiri që të hy të lexoj dhe më ka marrë, domethënë le të themi, më ka marrë deri orët e netëve deri vonë, domethënë edhe është e vështirë ti lexosh të gjitha. Patjetër, sepse po flasim për 3 milion dokumente, është një sasi shumë e madhe informacioni që duhet përpunuar, duhet lexuar pastaj me kujdes, sepse në disa raste mund të jenë dhe emra të cilët nuk janë përfshirë në një aktivitet i cili cënon figurën, reputacionin. Jo vetëm pra në anën penale, po dhe në anën e ruajtjes së dinjitetit të personave të përfshirë aty, po dhe të viktimave pati një problem, sepse u publikuan një herë emrat e viktimave, të cilat nuk duhet ishin publikuar realisht, por pati një gabim ndoshta teknik nga Departamenti i Drejtësisë dhe u përpoqën ta korrigjonin në kohë dhe besoj se tashmë është korrigjuar ky gabim, sepse nuk duhet që të cënohet dhe privatësia e njerëzve të përfshirë në Shiko, ndon ndonjëherë dhe përsëritja e dokumenteve, tek një dokument emri është hequr, tek tjetri jo, sepse unë jam përpjekur t'i shoh, kështu që këto janë gabime teknike. Unë e përmenda në hyrje që ju keni qenë, domethënë, keni punuar për shërbime të inteligjente dhe pyetja që unë shtroj është duke njohur që sigurisht se si funksionon le të themi koncepti i shërbimeve inteligjente. Mendoni se Jeffrey Epstein është një produkt le të themi i filozofisë së tij të brendshme për sensin ndoshta për të qasur, apo është produkt i një shërbimi siç është përfolur qoftë i Mossadit apo KGB-s? Paktën polakët kanë hapur hetim sepse thonë ka qenë i rusëve. Shiko, patjetër që mënyra modus operandi i tij, mënyra se si ai vepronte, të lë të kuptosh që ka patur mbështetje. Pra, për më tepër zgjatja dhe kryerja e krimeve të tij në një kohështrirje kaq të gjatë, pra po flasim për dekada, dhe garantimi i fare imuniteti ndaj tij të çon të mendosh që ai ka patur një mbështetje dhe një lehtësim në kryerjen e veprimtarisë së tij. Por patjetër që nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë qenë në kontakt ose të ketë qenë i përdorshëm nga në një shërbim, sepse kemi parasysh një gjë që të kesh lidhje me të gjithë elitën e botës, nuk është e lehtë, pra nuk funksionon si më thënë si të çosh një request apo një kërkesë për miqësi në rrjetet sociale dhe ti takove, u lidhe dhe fillove marrëdhënie. Po flasim për elita të pushtetshme, elita që komandojnë dhe që janë qendra e interesash global, dhe që të kesh akses te këto patjetër që kërkon disa gjëra shtesë. Kështu që duke pasur parasysh personazhin në fjalë, i cili pothuajse vinte nga hiçi, nuk është se ishte në një trashëgondë në pasuri apo ishte në një familje që me sa kam parë paktën që kishte influencë. Edhe shkollën e la për gjysmë. Po, ishte si mësues matematike, pastaj filloi një karrierë të çuditshme dhe i akuzuar edhe për mashtrime në kompanitë që ka punuar, por kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të manipuluar njerëzit, për të influencuar, për të ndikuar që e kanë këta njerëz, domethënë këta njerëz që kanë këtë karizmën e errët, janë shumë të aftë për të manipuluar psikikën njerëzore, për të influencuar të tjerët, dhe këtë duket se ai e ka pasur armën e tij të ftohtë, të fortë dhe të ftohtë, por në të njëjtën kohë, por nga ana tjetër, unë mendoj këtë që kontaktet që ai ka pasur me rusët dhe me, po themi, me qendrat afër shërbimeve inteligjente ruse, patjetër që kanë dalë në pa disa aspekte deri tani dhe nga dokumentet, pra ai ka pas vizita të shumta në Rusi. Viza të shumta të veçanta speciale po i quaj për të vizituar Rusinë dhe kryesisht edhe në dekadat e fundit. Ka pasur një marrëdhënie të qëndrueshme pra dhe me njerëz me influencë, për shembull me ish rezident
të shërbimit inteligjent të KGB-s pra ruse në New York, njerëz të njohur për kontakte dhe për rolin e tyre të rëndësishëm brenda shërbimeve ruse. Dhe nga ana tjetër, fakti që rusët gjithmonë janë përpjekur që të ndërtojnë këtë narrativën e degenerimit moral, po e quaj të perëndimit, dhe të përçarjes së shoqërisë perëndimore, të krijimit të ndasive, të krijimit të krisjeve brenda vetë perëndimit për ta dobësuar atë, shkon në linjën e tyre strategjike, pra, dhe patjetër që ky është një rast i mirë për të provuar pra që ja kush na bën moral neve, pra këta njerëz, këto elita që gjëja mbështesin një sistem i cili në thelb është i degraduar, dhe këtë Kremlini e ka bërë prej dekadash, tashmë po them edhe para se të binte muri i Berlinit, ka qenë një strategji e tyre kjo mënyrë pra e të krijuarit pra të narrativës që perëndimi është në degradim. Ju e dini dhe në Shqipërinë tonë komuniste ka qenë kjo narrativ, pra që perëndimi është i degraduar, janë të degeneruar moralisht e kështu me radhë. Pra është një narrativ që është përdorur për gjatë komunizmit, por patjetër që përdoret edhe tani. Dhe raste të tilla shërbejnë pikërisht për ta përforcuar këtë narrativ dhe për të krijuar një perceptim të tillë edhe në elitat globale, jo vetëm në vendet pra që janë po e quaj armike të kësaj mënyre jetese, po dhe brenda vetë shteteve që kanë në thelb të tyre ndërtimin e demokracisë liberale. Kështu që e cënon disi pra, dhe është një moment të prove për ta tejkaluar dhe për të reflektuar, sepse e thash edhe një herë, është krizë pushteti, është një moment reflektimi për gjithë, sepse ka këtu dhe mos funksionim si duhet institucioneve demokratike në disa raste. Dhe marrëveshja e tij për shembull me Departamentin e Drejtësisë në vitin 2008 ose më saktë. E kisha pyetje, si a doli atëre Beqiri, si a doli e pështem për shkak të lidhjeve, për shkak të parave, sepse a doli me 13 muaj burg, edhe gjatë ditës punonte, ishte lirë dhe shkonte bënte vetëm burgun që bën gjumi në burg. Shiko, patjetër që influenca e tij ishte jashtëzakonshme, ai arriti të ngrinte një ekip avokatësh nga më të shquarit në Shtetet e Bashkuara, profesor të Harvardit, siç ishte Dershowitz, pra dhe personazhe të tjerë të njohur në fushën e së drejtës në Amerikë. Pra bëri bashkë një ekip shumë të fuqishëm dhe me influencën dhe të parave të tij, me investigimet private, me intimidimin që u bënte dhe dëshmimtarëve, po dhe palës tjetër që akuzonte dhe palës mbrojtëse që kishte pra përpiqje që të nxirrte në pa krimet e këtij personazhi. Ai arriti që të krijonte pra të favorizonte veten e tij dhe të krijonte një moment shumë të, domethënë, po e quaj shumë të favorshëm në raport me akuzat me të cilat përballej. Pra ai arriti të krijonte një marrëveshje të çuditshme, po e quaj me institucionet, pra kryesisht me prokurorinë e Floridës, dhe ka qenë Acosta atëre prokurori i federali, shtetit Floridës. Dhe me të cilin ai e lidhi këtë marrëveshje, sepse ishte ai që drejtonte prokurorinë e shtetit, dhe shumë e çuditshme, me shumë pak transparencë është kryer kjo marrëveshje. Viktimat nuk kanë qenë të përfshira, nuk ishin në dieni se çfarë zhvilloi në dyert e mbyllura, ku zhvilloheshin negociatat në ambiente sekrete, po quhen në thonjza sekrete, në kuptimin që ishin vetëm ata të përfshirë, pra vetëm ekipi i Epstein dhe prokuroria. Askush tjetër nuk kishte dieni se si u zhvilluan negociatat, pra kishte element të dyshim të mënyrës se si dhe u arrit kjo marrëveshje. Pastaj patjetër që influenca e tij ishte jashtëzakonshme, lidhjet e tij ishin të jashtëzakonshme dhe nuk mund të qëndrosh për një kohë kaq të gjatë dhe të kryesh këto vepra penale që ka kryer ai pa patur dhe mbështetje, nuk diskutohet kjo gjë. Një pyetje Beqiri kam. Kështu funksionojnë elitat dhe kjo dosje, sa e lehtë është përtypet nga audienca, sepse një pjesë e këtyre gjërave në treg për vite me radhë ishin hedhur si teori konspirative. Sa të lehtë kanë domethënë sot bota ta përtypi këtë, çfarë ndodhi, dhe pyetja, a vërtet kështu funksionojnë elitat? Ka gjë thjesht është që të manipulohen, të bëhen marrëveshje, të caktojnë drejtuese të tjera me radhë nëpërmjet këtij grupimi, duke shfrytzuar apo se duke i grupuar për afera seksuale.
Shiko, në luftën globale informative, me sa duket nuk përjashtohet asnjë gjë, asnjë armë. Dhe patjetër që dhe përgjatë historisë janë përdorur këto metoda, mjete shantazhi, nuk është se ndodhin për herë të parë nga shërbimet inteligjente, flas, po dhe jo vetëm nga ato, por çështja e diskreditimit, siç e tham, të elitave perëndimore është një çështje që gjithmonë i ka interesuar dhe i ka shërbyer narrativës së armiqve, po e quaj, të këtij sistemi jetese që ne kemi sot. Pra dhe kuptohet që në këtë aspekt rusët kanë luajtur një rol, siç e thash, kanë pasur kontakte dhe mund të thellojnë dhe më tej, ndoshta mund të ketë dokumente më domethënëse, se deri tani nuk është se ka pasur përveç indicieve, nuk është se ka pasur një investigim të plot në dijenin e publikut dëgjer, po them. Pastaj patjetër që mund të ketë informacione, sa mund të ketë të dhëna ose edhe prova që të çojnë të mendosh që ai është përdorur nga kjo, dhe patjetër që ai në gjykimin tim është përdorur nga dikush, se nuk mundet që të lihet jashtë vëmendjes, jashtë fokusit të shërbimeve inteligjente një individ për shembull që ka ndikim në elitat globale. Edhe ta mendosh këtë lloj qasje. Si? Dhe ta mendosh këtë lloj qasje që kishte ai me presidente, kupton, me njerëzit më të fuqishëm. Po, është mënyra klasike se si mund të veprojnë edhe shërbimet inteligjente, sepse ai duket që domethënë përdorej nga dikush, ose për më tepër mund të ketë punuar dhe për interesin e vet, patjetër, por dhe për të tjerët. Pra këto që ka mund t'i vënë dispozicion. Patjetër, ka pasur patjetër raporte medike, nuk besoj se përgjatë gjithë kohës ai vepronte vetëm për interesin e tij personal, sepse të kryesh gjithë veprime dhe mos të kapesh për shumë vite, për dekada, më duket pak e vështirë. Do thoni ju ishte shumë i pasur, kishte mundësi t'i fshite gjurmët e krimeve që bënte, por nga ana tjetër gjykoj që ka lënë dhe gjurmë përgjatë rrugës. Pra ai gjithmonë, dhe tani këto gjurmë ja ku janë, dhe po flasin për miliona dokumente, dhe video dhe foto. Pra ai filmonte gjithçka. Në shtëpinë e tij, për shembull në Manhattan, në New York, në atë në Palm Beach, në Florida, në Victoria Island, 3 rezidencat. Rezidencën e tij, mos thënë më e madhja aty, monitoroj çdo gjë, çdo dhomë, çdo mjedis. Pra gjithçka çfarë kryej aty, çfarë zhvilloi aty, ishte e filmuar, e dokumentuar. Pra ka pasur një qëllim pas gjithë kësaj, mendoj. A ka sot ka pasur një synim prej tij. Me qartë, mendon se sot Amerika ka një armë morale për të mbrojtur në raport me këtë se çfarë ka ndodhur, se duket sikur nëse kjo ka qenë, le të themi, ka shfrytzuar KGB-ja, apo qoftë edhe Mossadi etj me radhë, po rrinte KGB-ja, a ka sot një armë që të mbrohet? Armë morale të paktën. Shiko, ky është një mësim që duhet nxjerrë për mënyrën se si funksionon pushteti kur vepron jashtë çfarëdo lloj kontrolli, po i quaj moral apo ligjor. Dhe ka vend për të nxjerrë mësime, dhe fakti që nga presioni i jashtëzakonshëm edhe i votuesve, i zgjedhësve amerikan, dhoma e përfaqësuesve ose po i quajmë Kongresi amerikan, vendosi që pikërisht të publikoj, të nxjerrë ligjin dhe të detyroj Departamentin e Drejtësisë që t'i publikoj të gjitha dokumentet që kanë të bëjnë me rastin e tij, sepse ka një presion pikërisht jashtëzakonshëm nga njerëzit që kanë sjellë këtë rezultat. Nuk është rastësi, sepse thuhet ndonjëherë lidhet me këto teoritë konspirative, jo publikuar për këtë arsye tani, jo për atë arsye, por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh edhe zhvillimet se çfarë ndodhe brenda Amerikës. Në çfarë situate gjendet vetë Amerika sot. Ka shumë dassi dhe aty. Ka shumë pakënaqësi edhe ndaj elitave edhe ndaj pushtetit. Mos ta harrojmë edhe këtë fakt, që ndikojnë patjetër edhe në veprimet e institucioneve. Dhe transparenca në raste të tilla patjetër që është e domosdoshme për të kuptuar çfarë shkoi gabim mirë në radhë të parë, dhe pastaj për të korrigjuar vetveten dhe për të korrigjuar sistemin, sepse ky është një problem sistemik, mendoj, nuk është një problem izoluar, një rast që siç ka pasur dhe më parë, apo siç mund të ketë ndodhur edhe në vende të tjera, apo mund të ndodhë edhe nesër. Ky është
problem shumë i thellë, shumë i gjerë i sistemit dhe duhet trajtuar si i tillë. Mendon se do ketë një riformësim të elitave me këtë që ka ndodhur? Të paktën në botën perëndimore. Shiko, emrat e fuqishëm që janë emrat fuqishëm kanë për të mbetur emrat fuqishëm. Por mënyra se si do të ristrukturojnë veten e tyre. Shiko, me të drejtë ju ngrini këtë pyetje dhe do ketë ndikime, gjykoj. Ju shikoni largimin nga jeta publike e princit Andrew. Po. Dhe zhveshja e tij para ca vitesh nga të gjitha funksionet pas një interviste shumë problematike që ai lëshoi për BBC-n, tashmë me publikimin e dokumenteve të tjera është thelluar dhe është rënduar dhe më tej përfshirja e tij dhe pozita e tij, ndërkohë po përfshihen dhe personazhe të tjerë të rëndësishëm që kjo automatikisht, pra po flasim përmendëm Lordin Mandelson, por ju keni aty dhe ish presidentin Amerikan Bill Clinton dhe bashkë me bashkëshortë që do të dëshmojnë dhe përpara Kongresit për më tepër. Që e pranuan për të dëshmuar. Kanë pasur një kontakt të vazhdueshëm me të, flitet për udhëtime të përbashkëta, pra ka dhe dëshmi ose mund të ketë foto. Ka foto, pafundësim se u i kam aksesuar fotot të udhëtime, domethënë kam vështirë mos kanë qenë në Afrikë. Dhe që pra mund të tregojnë dhe përfshirjen në një farë mase në X apo Y veprim në shkeljet ligjit, që në ato që ka bërë ai do thoni në festat e tij ka pasur domethënë shfrenim dhe ndoshta jo gjithçka mund të konsiderohet vepër penale, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh edhe statusi i individëve të përfshirë aty. Pra po përmendim president, ish president, njerëz që kanë pasur influencë dhe kanë pasur një emër ose kanë pavarësisht skandaleve, se Clintoni ka pasur skandalin Levinsky e tjerë, po kanë gëzuar një reputacion për shembull për ne shqiptarët, është një personazh i rëndësishëm që na ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në një moment të vështirë të kombit ton, pra presidenti Clinton. Dhe kur shikon përfshirjen e tyre në të tilla gjëra, patjetër që nuk është një ndjesi shumë pozitive dhe urojmë që të sqarohet edhe në dëshminë e tyre në Kongresin Amerikan, të sqarohen këto gjëra. Ata kanë kërkuar vetë pra që të paraqiten aty dhe të dëshmojnë për gjithçka. Nga ana tjetër, ju keni aty dhe emra të tjerë, keni regjisor të Hollywoodit, siç është Woody Allen, keni politikan dhe aktual që janë pjesë e kabinetit, për shembull qeveritar në Shtetet e Bashkuara, keni sekretarin e tregtisë, keni së fundmi po lexoja edhe sekretarin e Marinës, që është përfshirë aty, po se sa pastaj është tjetër gjë dhe se si. Pra, duhen sqaruar gjitha, se emra aty përmenden në miliona dokumenta, patjetër që do përmenden shumë emra, po ca emra mund të gjenden edhe rastësisht në këto dokumente, pra janë për shkak të pozicionit, të rolit që kanë pasur, të rëndësisë të pozicionit. Kështu jo gjithmonë përmendja e emrit aty ngarkon me fajësi penale. Po, të ngarkon se të bën fajtor, se është njëra anë përgjegjësia penale, është dhe përgjegjësia morale. Pra as ajo morale nuk do thotë automatikisht të përmend emri te dokumentat e Epstein edhe ti mbarove pra je edhe moralisht i degeneruar po i quaj apo i degraduar. Jo, nuk është kështu, nuk duhet lexuar edhe në këtë formë, se shikoj edhe tituj mediash për shembull aktualisht që u përmend ky, u përmend ai, u përmend. Pra, nuk është çështja, do thoni ju, është bërë aq i anatemohet aq shumë emri i Epstein sa çdo lloj pikë konvergjencë me të çon automatikisht te kjo raporti që themi ne 1 dhe 1 bëjnë 2, apo tek nëse je i përfshirë në një marrëdhënie me një individ që ka kryer një vepër penale, automatikisht dhe ti ke një farë përgjegjësie. Jo, nuk do të thotë automatikisht kështu, nuk është kjo situata. Prandaj duhet kemi kujdes pra dhe me mënyrën se si trajtojmë edhe nëpër media emrat e individëve që për një arsye ose një tjetër mund të përfshihen në publikimin e dokumentave që ka bërë Departamenti i Drejtësisë. Dhe një pyetje të fundit për ta përmbyllur këtë bisedë, se e di që do duhet të largoni këtë mbrëmje. Si është hetuar kjo beqiri si dosje, shikoni dosjet plot që ka ende dokumenta sigurisht të papublikuara, dhe si do të vazhdojë hetimi, cili është hetimi që ndiqet tani për këtë çështje? Shiko, unë e thash që nuk është thjesht vetëm një çështje penale. Është një çështje përtej anës së hetimit penal, është një çështje që ngër pikpyetje për mënyrën se si funksionon sot
ky sistem ose elita e botës në tërësi. Futur këtu ajo perëndimore, por dhe ajo lindore, po e quaj. Të dyja bashkë. Pra, se raportet e tij, e thash edhe një tjetër, përfshinin jo vetëm individ nga bota perëndimore, po ka kontakte të vazhdueshme dhe me Kremlinin, pra me rusët, po dhe përtej tyre. Me lindjen e mesme, e kudo. Kështu që është njëra anë e timit tani. Në 2019 ishte një shans për ta ezauruar, po themi, hetimin penal, por që me vdekjen e Epstein, kjo gjë mori fund, pra. Pra ai i mori me vete shumë gjëra dhe me vdekjen e tij misterioze, duhet thënë dhe kjo, sepse ka vdekur në rrethana misterioze në një vetvrasje zyrtarisht, por vetvrasje në një burg problematik dhe me kamera të fikura në qeli, pra flitet edhe për një defekt teknik. Kështu që ka dhe pikpyetje dhe shton më tepër pikpyetje dhe vdekja, pra e bën më misterioz. Unë kam lexuar atë raportin e vdekjes, jam marrë të paktën 5 orë për të zbërthyer gjithë dokumentat që kishin bënin, duke përdorur kërkova me sell, domethënë me qeli, dhe nxora të gjithë dokumentat dhe raporti i brendshëm tregon që ai do duhet kontrolloj, kishte qenë një javë para në ndjekjen për shkak të tentativave për vetvrasje, ishte mbikëqyrur dhe do duhej që mbas kësaj jave të qëndronte në mbikëqyrje çdo 30 minuta. Dhe mbrëmjen, datën 9 gusht, një ditë përpara sa i të vetvritej, është larguar, le të themi, personi i cili qëndronte në qeli me të dhe automatikisht do të duhet zëvendësuar me një person tjetër për të mbikëqyrur, si duket, por kjo nuk është zëvendësuar, le të themi, gardiani që ka qenë aty nuk e ka kontrolluar çdo 30 minuta nga ora 3 mëngjesi deri në orën 5. Dhe vetvrasja shkruaj rreth orës diku 4 ca. Më thënë, këtë është hetimi i brendshëm i departamentit të burgjeve, nuk të Ministrisë Drejtësisë dhe këto të burgjeve që kishin bërë hetimin, nxjerrin problematika të brendshme të burgjeve. Ka vetëm një fragment të vogël që dhe kjo është publikuar Beqiri kur tenton vetvrasjen e Pështein. Po kjo është e rëndë, nuk mund ta nxjerrim. Kështu që edhe kjo ngre pikpyetje. Përse nuk u kontrollua, përse nuk shkoi personi në qeli, kështu që keni shumë të drejtë. Pikërisht që ju i nxorët ca element shumë interesant, Andi, dhe patjetër që janë domethënës dhe vdekja e tij e mbylli këtë kapitullin e dëgjimit të gjitha dëshmive në gjykatë të viktimave, e hetimit të rastit në thellësi, pra të nxjerrjes më shumë detajeve. Dhe tani ne po gjykojmë bazuar në këto dokumente të Departamentit të Drejtësisë që kanë të bëjnë me hetimet që ata kanë kryer, pra qoftë FBI-ja, pra organet federale, po dhe ato lokale përgjatë viteve. Do raportoj në Kongres tani një pjesë e mirë e këtyre siç është çifti Clinton e tjerë me radhë? Vazhdo në Kongres çështja? Varet dhe nga gjykimi dhe nga mënyra se si do ta trajtoj vetë politika ose Kongresi Amerikan apo Senati këtë çështje. Për aq kohë sa ka një interes të jashtëzakonshëm publik, besoj se mund të ketë edhe seanca dëgjimore, siç është dhe rasti i shumë pritur i çiftit Clinton, por mund të ketë patjetër edhe personazhe të tjerë që mund të kërkojnë, siç e kanë kërkuar ata vetë që ta sqarojnë situatën, por mund të thirren. Është në të drejtën e Kongresit që dhe të therras individ të caktuar për të dëshmuar për këtë çështje.